Këqyrë që kanë lënë, këtë gropa, Vërtet. flenë ujë. Çto ka hyp vetura, Shqyqyro zot që nuk ka ndodhur deri sot asnjë vdekje. Për aksidente po. Moshës 70 vjeçor, 80 vjeçor me shku gati gjysmë katunit atje me hyp në autobus qytetit. kom, domethënë. Kom. Edhe plus pa tretuare, kërkun tretuar s'na kanë lënë. Nuk jemi dalë askënd me akuzu, jemi dalë me u anku me i lut. Me përfundu këtë punë sa s'ka ndodhur me keqja tek vozicat ose tek nxënësit që shkojnë në shkollë për kësaj rrugë. Okej, jemi në fshatin Tenezhdol këtu te rruga e Llapit, është diskutabile çish është emri i kësaj rruge, halon nuk ka emërtim zyrtar. Jena këtu me Lulzim Rahmonin. Lulzim Ramoni. Lulzim ti na ke shkru, domethënë, a mundesh me na spjegu, unë lexova mesazhin paraprakisht, a mundesh me na spjegu edhe kështu gojaresht në pika të shkurta çish është situata këtu, po e shoh që ka pak problematike për juve, domethënë, që sa shtëpia ka kanal tani, me u kyç prej këtij rrethi direkt. Për shkak se s'ka rrugë ndihmëse, çfarë kë? Tash vazhdon kënej, këtu do të me ul shpejtësim pak për me u kyç nal. Sa ju shkakton probleme që kjo? Këtu ankesat tona i kemi deleguar edhe të punëkryesi edhe të inxhinierat që kanë përcjell punën, po të asnjëri nuk kemi gjetë mirëkuptim apo gjuhë përbashkë me bë zgjidhjen e këtij problemi. Unë e di bile ne për inxhinierëve ka thonë që to ka më rrotullu, nuk e nënshkruaj me këtë kthejes 90 shkallë këtu në rreth, se nuk ka, po më duket në Kosovë nuk ka kësi rrethi për 90 shkallë më kthy. Qysh e cek edhe ti më herët, as nuk kem rrugë ndihmëse që shkyqet prej magjistrales dhe më kyçin lagje, e njëjta edhe nuk kem këtë anën tjetër, nuk kem rrugë ndihmëse që më kyç me shku për PDJ. Domthonë na shkakton shumë probleme dhe shumë rrezik i madh. E vërtet, tash te ju kur vini prej Naltit, nëse dëni mu nisë për PDJ, tash ju do të me marrë këto me prit kogja rrezik. Çfarë qarkullime? Krejt mjetet e mundshme, trona e të leta këto, e tash ti sa është sfiduese për juve qëto? A ka ndodhen shpesh aksidente? Pa aksidenti që ka ndodhur, që ku ka hyp vetura këtu nal? A çto ka hyp vetura? Ka hyp vetura nal. Wow, që po vret edhe ulja këto domethënë, që i paska mete, paska edhe ka rreziqet moja, po njëherë të patë edhe në zonë sinqer nuk ka edhe trotuar nuk kanë bojë, që kanë lënë pa trotuar. Këtu ka qenë rruga e parapome edhe një 10 metra, 15 metra me u gryë, haloma shumë e hujgdhe, dhe mu marrë një nivel, mirë po këta kanë lënë deri që aty. Domthonë edhe aty ju, këto i kanë qitë, veç shkelje shko, i kemi kundërshtu që këto nuk bën që janë rrugë, po na ngushtohet rruga, nuk kanë marrë masa. Veç ka ndërhiqë dhe kanë shku, ka thonë kur rruga edhe ashtu shumë e ngushtë ka. Po. Deri një drejtim, një vetur do me thonë nxënës, se dita është vajtja ardhe është 2 drejtim që, a? Po, amo kjo, veç të kuptohemi, kjo rrugë nuk është veç që e lagjes tonë. Kjo rrugë i lidhe fshatrat Tërnavë, Bullopoj, Halabak, fshatrat e PDJ-ves. Po, do me thonë ka shumë qarkullim kënej. Ka fillu qarkullimi se kanë bu biznes, kanë bu villa, kanë bu tëna, ka fillu një qarkullim shumë i madh. Kjo është rreziku më i madh që ekziston tek ne këtu për me u kyç dikush, sidomos vozicat e ri. Vetë the, kur del piqituit duhet ose mu blloku dikush me ta lëshu rrugën, këqyrë që kanë lënë, këtë gropa, flenë ujë. Masi është bua është regadit këtu, kanë ndërhy kompania, edhe kanë marrë, kanë ngryë edhe njëherë që me i dhonë ramje kënej. Jo me i dhonë ramja ne mju hujt, për me i dhonë ramje kënej, dhe me thonë e kanë lënë keq e ma keq. Pse? Nuk e kemi ngritë zonin ma herët, edhe plus kanë qitë fjallë që ky ka faje, ta i ka faje, të qitë fjallë të shtinër mje veti popullatën. Në mon banorët e lagjeve. Edmond Rahmoni ti je poshtë banor këto, a? Banori. Edhe të bjen çdo ditë me kalu kënej. Po nasë këna leju që të asfaltim që të, për çfarë shkak kyçjes të, që na kanë bo, shumë e kena rrezik që të më kyç, edhe na kanë qitë ansurët, na kanë ngushtu rrugën, për çta nuk e këna leju. Plus u kone para po me qushet ceku dhe lulli, me shku 10-15 metra ma nalt, me grymi, adhon një ramje, këta kanë menu veç dhe ishte me shtru dhe me ecë. Nasë këna leju, nasë si banur s'kina dosh shto. Ky personi këtu, ky ka drejt, ky po e mbron pronën e vetë. Po shteti duhet më marrë me të më shpërnsim, po pronë e vetë, më marrë me shpërnsim, s'po du me akuzu askënd. Për pronë si m'dol me akuzu, m'dol me akuzu kompaninë që nuk po punojnë si duhet dhe po na i lënë punë keq. Cila kompani këta? Bageri kompanie. Bageri, po. Këtu shqyqyro zot që nuk ka ndodhur deri sot asnjë vdekje, për aksidente po. Se sa është në çit gjendje? Po çit gjendje është këta nuk e di kur e kanë përfundu, po një çit gjendje që shtu me lloqe me ujë, një 3-4 muaj po, mos ma shumë. Edhe autobusit tash që është i qytetit, i komunës Prishtinës, për shkak që s'po ka ku
ku më nalë këtë, nuk i merë banor të, na dohet për shembull moshës 70 vjeçor, 80 vjeçor me shku gati në gjystë katunit atje, me hyp në autobus qytetit. Kom, do me thonë. Kom. Edhe plus pa tretore, kërkun tretore s'na kanë lënë. Në zonë sa të fëmija tonë, ju dohet me orë rrugës, me jetë, me rreziku jetën, për me orë në shpi. E ma herët autobusi u nalë, do me thonë, këto, tamam te... Ma herët nuk konë ma herët. Ja që të s'ka qish nalët autobusi, as knej. Urbani, që to është ardhur këthy, që tu ka qenë stacioni, piknisja u konë për qituit. Po tash me këtë linjët e reja që i ka lëshu për parim Roma, derin kryet fshatit shkon atje. Tash ku shkon atje, ai këtu nuk guxon më nol, se s'ka ku. Rrezikon komunikacionin, s'guxon më nol këtu. Domthonjë që kjo problemi krejt. Qëre që do të më nol këto për me u kyç në hen. Do me thonë rrezikon automatikisht mbarvajtjen e trafikut, po s'ka qare, se s'ka tjetër rrugë, s'ka tjetër ka hen. Nuk jemi dalë askënd me akuzu, jemi dalë me u anku me i lutë, kush është kompetent. Me përfundu këtë punë sa s'ka ndodhë me keqja tek vozicat ose tek nxënësit që shkojnë shkollë për kësaj rrugë. Na që kena me bo, tash po thëmë edhe njerë, kena me tentu, me kontaktu me ministrin, i cilit po ashtu i kena shkru sot në lidhje me një tem tjetër, nuk na u ka përgjigj hala, tash na po provojna me kontaktu, nëse mujna me i marë përgjigjet edhe për rastin fjallë atje, po edhe këtu në Tenëzhdëll. Shkojmë? Nuk e hap. Sigurisht na kena me tentu me kontaktu prap, ose kena me provu me shku te zyra e ministrit atje nëse mujna me gjetë. Që autobusi ku kaloj. A që kjo është i qytetit, tash të kjo sonolët mo këto. Na prej ditës së djeshme e kemi prit zotin Hysen Durmishi, i kum shkru disa herë për një përgjigje për Rom pasorarit ma ka kthy një përgjigje cila nuk është përgjigje, e kum pyet se dje i kum bo 2 tema, do me thonë, i kum nis pyetje për të 2 temat, ka ardhë me një përgjigje. Jo, ja kum bo zoti ministër, nëse s'përgjigjen e, kjo ka qenë e fundit, do me thonë, masi i kum shkru 4-5 herë. Zoti ministër, nëse s'përgjigjen e detyrohemi me postu qashto, a me të prit apo jo? Më ka thonë, jo burem, nuk po ta kohë mu marrë me këto 2 çështje se nuk i kam krejt informatat. Që kjo është përgjigja e ministrit zotit Durmishe, që ka shprej me e njerëz, unë jam burem pacolle, siguroni me ma bo follow në kej platforma.